Kënaqësi që ju kam, unë të uroj suksese, më është bërë shumë qefi për këtë kandidaturë, për këtë përzgjedhje, por edhe që ju e pranuat, për arsyeën kryesore radh parë që jeni një vajzë e lindur rritur në Çorovod dhe përfaqësoni denjësisht veten tuaj sigurisht, por edhe familjen tuaj dhe tashmë si përfaqësuese e qytetit dhe e gjithë krajinës së Skraparit. Faleminderit, faleminderit. Zonja Jao, e para, përse e pranuat ftesën që ju bën dhe çfarë ndodhi? Çfarë ndodhi që ju u erësuar? Por mungesa e përvojës në politikë dhe fakti që ishte diçka e re për mua më bëri të hezitoja pak dhe ta mendoja në fillim. Më pas, duke marrë parasysh që profesioni im si mjeke më ka krijuar mundësi të komunikoj me njerëz të ndryshëm dhe jam munduar që vazhdimisht t'ju lehtësoj sadopak vuajtjet e tyre, mendova, pse jo? Pse mos të bëj diçka dhe unë për vendlindjen time, diçka më shumë për vendlindjen. Me Manigram asnjëherë nuk do zgënjeni. Zonja Jao, ka një perceptim që kur duhet futen të rinjt, shkon dikush, ju fton, ju bisedon, juve u kontaktoi i pari besoj drejtuesi i qarkut zoti Ervin Demo, ai erdhi dhe a ju dha një arsye të veçantë ai që pse ju zgjodhi pikërisht juve? Unë kontaktova me zotin Ervin në fillim me telefon dhe pastaj u takuam. Është drejtuesi i qarkut të Beratit. Direkt, domethënë kur u takuam patëm një energji pozitive. Bisedat tona ishin shumë të lirshme. Tani arsyeja këtu është e thjeshtë. Unë gjithmonë kam votuar, kam qenë e majt, kam votuar për Partinë Socialiste. Dhe alternativa, domethënë e vetme është Partia Socialiste. Nëse kujtojmë të djeshmen, shohim të sotmen, kuptohet se nesërmja projektohet duke u mbështetur në projektin frymëzues të Partisë Socialiste. Është qeverisja e saj që ka ndryshuar fytyrën vendit përgjatë 12 viteve. Të afërmit tanë që jetojnë jashtë sa herë vinë ndjen të surprizuar nga ndryshimet në vendin tonë, por dinamikat tregojnë se duhet bërë gjithnjë dhe më shumë. Më mirë, mendoj se po i afrohemi realizimit të qëllimit për të bërë pjesë e familjes së madhe europiane. Dhe mendoj që kjo realizohet vetëm me qeverisjen e Partisë Socialiste. Ndaj mandati i 4 është i rëndësishëm për të gjithë shqiptarët. Ju thatë që jeni e majt dhe unë këtë pyetje kisha menduar që pse pikërisht u futën në politikë, po pse me Partinë Socialiste? A ka një arsye? Është domethënë të majtën e kam pasur në shpirt, kur i thonë Partia Socialiste, me atë kam qenë pavarësisht se kam ndjekur gjithmonë profesionin tim, por se po e tregoj tani votën për të votuar, kam votuar gjithmonë për Partinë Socialiste. Po pra, edhe trashëgimia e familjes. Tani vim te kjo trashëgimia e familjes, sepse unë këtu dua të ndal, se unë të njoh mirë. Dikush mund të thotë që Enriketa Jao është rishtare në politikë dhe ashtu është, je e re në politikë dhe tani është pjesa e futjes tuaj në politikë. Por ata që nuk ju njohin ose ju njohin pak, nuk e din që ti je pinjolle pasardhëse e një personaliteti në politikën shqiptare. Alia Lushani është një nga emrat më të rëndësishëm që kanë nxjerrë si produkt Skrapari, si mjek, si ministër i shëndetësisë për 5 vite, por edhe si politikan, si deputet dhe deputet me një zë të rëndësishëm dhe të fortë në vitin 1991, kur u rrëzua regjimi komunist dhe
kaloi Shqipëria në atë tranzicionin dhe ai pati një kontribut të jashtëzakonshëm. Unë dua të di cila është lidhja juaj njëherë për ata që na ndjekin dhe nuk ju njohin ju. Cila është lidhja juaj me Alia Lushanin, se disa e njohin doktor Ailiu për gjithë atë aktivitetin e tij, disa e njohin edhe si ministër, po edhe si politikan deputet në atë kohë. Tani unë si lidhje është kushëriri i Timeti, por njëkohësisht se edhe nënën unë e kam me origjinë nga Gjerpsi dhe është edhe kushëriri i mamit, domethënë nga ana e nënës. Pra e ke dy herë doktor Ailiun, nga njëti fshat ku ai ka lindur në Gjerbës. Po, nga Gjerpsi. Jam krenare që jam pinjolle e asaj familje, madje mendoj natyrshëm se jam duke ndjekur traditën, siç e thatë dhe juve. Familja Lushani ka tradit goxha në mjeksi, edhe në politik, siç është Xhaxhi Ailiu, se unë ashtu i the. Po, Xhaxhi Ailiu nuk vjen në diskutim kjo. A patë mundësi të komunikoj me doktor Alia Lushanin? Se ai nuk jeton në Shqipëri, ai jeton Po, është në Amerikë. Vetëm një mesazh urimi më dërgoi. Megjithatë do të kontaktoj sepse mendimi i tij është vlerë për mua. Se këto do të pyesja. Do konsultohesh me doktor Ailiun për çështje të ndryshme? Patjetër. Që tani fushat? Patjetër. Sepse mua më kujtohet zonja Jao që ai ka bërë në atë situatë të tensionuar në atë kohë kur bënte fushat, u fliste edhe atyre të partisë punës në atë kohë, që u bë Partia Socialiste, por edhe demokratëve i thoshte, "Ore, hajdeni bashkë te mitingjet e mia, te këto takimet e mia, mos u largoni ju demokratët." Dhe kjo ishte një nga më të veçantat fushatat asaj kohe. Ai ka qenë udhërfysi im që kur kam filluar fakultetin e mjekësisë. Po, nëse ti do vazhdosh ta kesh udhërfys, mbar do ta kesh në politikë pastaj. Faleminderit. Tani, tjetër një personazh tjetër që nuk është në politik, po i familjes tënde që e ke shumë të afërt, është Ermonela Jao. Është motra e bashortit tuaj, e cila është diva e muzikës klasike botërore, diva botërore e muzikës klasike, dhe që s'ka nevojë ta prezantoj. Unë dua të di çfarë tha Ermonela kur mësoi që ti u fute në politikë. Siç e tha dhe ju, Ermonela Jao është motra e bashortit tim, por është si motra ime. Ne komunikojmë shpesh, këto kohë ka marrë shumë telefonata, shumë mesazhe nga ajo, më inkurajon, sepse është një fushë e re për mua, dhe më thot në për mesazhe, të citoj disa, ji vetvetja, mirësia dhe integriteti yt janë kartë vizita jote, ji Enriketa. Kështu nuk të tha në një Ermonela që ç'deshje që fut në politikë, se në Shqipëri politika nuk të tha, Ja, absolutisht. Ajo është luftaraka, ajo i ka arritur ato suksese me luftë, jo me kështu, me sweet harmoni, i ka arritur me luftë. Kur do fillosh fushatën, se ti e ke filluar në fakt, je në Çorovod. Kontaktet e para, si të pritën aty në Çorovod? Tani si kandidate? Unë kam takuar kryetarin e bashkisë, Zotin Adriatik Mema, kam takuar plot njerëz, kam takuar dhe shokët e Timeti, shokët e vllait tim. Banorë të ndryshëm, domethënë. Po, banorë të ndryshëm. Çfarë kanë thënë Enriketa? Më inkurajojnë, ke bërë mirë. Dhe më se po flas shumë, më premtojnë që do votojnë për Partinë Socialiste. Jo, ai perceptimi yt, zonja Jao, si ishte që kur shkove në Çorovod si kandidate për të parë, se gjithmonë ke shkuar si vajza e qytetit, si doktoresh, okay, po vajza e qytetit, erdhi keti thoshin, tani erdhi kandidatja. Akoma nuk kanë filluar tamam këto, por besoj unë jam e njëjta.
nuk do ndryshoj. Jo, e kisha fjalën të perceptimit, të ajo që si e kanë pritur aty. Vajza e tyre. Tani vim te familja e vogël. Bashorti juaj Fatos Jau, që unë e kam mik vjetër, jam rritur me të, është i doktor i nderuar në Spitalin Ushtarak. Se ju jeni çift doktorësh aty te Spitali Traumës. Tani Tosi çfarë tha? Bëre mirë, futu, mos u fut. Ç'na ngatron kohë grua, nuk tha njëherë kështu, ç'na fut në politikë grua tani jemi mirë kështu mjek. Të them të drejtën, ai ishte kryesori që të mbështeti? Po marr këtë rrugë. Po. Si gjithmonë ka qenë mbështetësi im. Gjithmonë gjatë viteve të jetës, edhe tani do më mbështesi. Është shoku im, krau im. Ju keni 2 fëmijë të mrekullueshëm, një vajzë që po arrin suksese në skenat botërore si pianiste dhe një djalë që edhe pse është i vogël ka një karrierë që merret me sportin, se bashorti yt Tosi është marrë dhe ai vetëm me sport. Ka luajtur voleboll, edhe basketboll, por sidomos voleboll Tosi. Tani vajza dhe djali çfarë tha? Tani fëmijët e mi janë 2 fëmijë të mrekullueshëm, ata po ndjekin ëndrat e tyre, dëshirat e tyre, siç e thatë vajza është pianiste, djali është maturant, vazhdon dhe basketbollin. Janë mjaftueshëm të rritur që të jenë mbështetja ime dhe me të vërtet më kanë dhënë mbështetje. Se këto fillimet janë një çik jo intervista, jo si duhet flasësh, Paula, vajza është mësuar me intervista, i vetvetja dhe ajo më thotë, unë do t'jesh sa, nuk më thënë më jep këshilla dhe ajo, është si mësuese dhe ajo për mua. Po normal. Po në Spitalin Ushtarak, se tani ti do lësh bluzën e bardhë atje, të vjen keq zonja Jau? Tani profesioni im është një profesion që po e le. Të lë. Të lë. E ka thënë angazhimet e mia profesionale sa të kem mundësi, do t'i vazhdoj. Do t'i vazhdoni? Sa të kem, do më thënë, po të më jepet mundësia, do t'i vazhdoj. Megjithatë, po çfarë thanë aty në Spitalin Ushtarak, se ju jeni mjeke shumë e njohur, animatore, anesteziste në Spitalin e Traumës. Të thanë aty ç'na bëre moj keti, si do ikësh moj? Të tha ndonjë koleg aty? Po. Un kam shumë kolegë të mirë, të mitë, sidomos e përmend shefja ime e reanimacionit që unë e kam shoqe dhe motër. Kush është ajo? Regjina Sturçe. Po. Ajo tha që më bëre që ike, megjithatë ju bëj qefi, domethënë, që po marr dhe këtë rrugë tim, sepse duke çuar zërin tim në parlament, çoj dhe zërin e tyre. Ka marrë shumë urime në mesazhe në celular, në Instagram, në Facebook. Ju është bërë qefi shumë. Po ti thua, do përfaqësos dhe ata, keni një qëllim vet tani për tani se okej, do flasim për skraparin pak më vonë, po për mjekësinë, për bluzat e bardha, si duket ty, si është mjekësia sot?